Homa Spori kush je? Unë jam Blerim Lusha. Baca Blerim? Blerim Lusha. E paske edhe emrin I lindën jam në Tiranë, në Tiranë. se baba imi në kohën e Ahmet Zogut ka qenë prefekti, në prefekt. I tash për të regoj për punë të emrit, se të interesor. Po. Se si gazetar. Emrin më ka vu e Qërëm Qabri. Se baba im e ka pas shok të ngusht edhe vllahun e tij, Ferit Qabriu. Ai ka qenë gjykatës në gjyqin e lartë mbretëror. Në kohën e Ahmet Zogut, krejt. Edhe tash një ditë, baba e sheh edhe i thot, hajde për drek, Ferit. Ai i thot, jo se më ka ardhur vllau prej Gracit e Qërëm Qabej. Për thot merë edhe Qërëmin në njihen, bili baba nuk i ka thujt, e Qërëm për i ka thujt Bilmyli i Shqipës. Edhe në i se vine, Andrejke, ta bëjnë telenovel, për i bi shkur se në musha. Edhe marrojnë do me thonë ceremonialin edhe ndahën tash. Ndahëmi i thot e Qërëm Qabej Shqiqa, zoti prefekt. I thot, ti po prit ke fëmijë. E mos e je i Kosovës, kom dëshirë që me ti propozu 2 emne, që qëfë të lindë, mjanë gjitë. Baba i thot, hajli qofës. I thot, cilë tjerë emnat, Adre edhe Blerim. I thot, punë e kryne edhe për shëndetën. Mas 2 muaj unë lindi. E ta vendosën emrin Blerim. Po, edhe, dhe më thënë, maternitetin e Tiranës kom lind. Edhe, kom fillu banane, alfale, pasojat e moshës. Tani të regona pak... Edhe që të të regoj. Okej. Maternitetin e Tiranës dhe më thonë kom lind. Edhe, ja qëtë baba 2 letra në nësime. Edhe ajo të rejë emrin Blerim, dhe të hajli qofë Blerim. E gëzoft. Që kjo është historia. Po të regona pak historin tash, të linde, u rrite, të regona pak për jetën tonë, pak, qysh u konë jeta jote? Jeta jeme ka qenë shumë e tërshtueshme, se baba im ka qenë i burgos në politikë, se ka qenë pjesëmarrës i konferencës Buranit. Jeta jeme në fillim ka qenë e mirë shumë, se kom lindë në Tiranë, baba ka qenë situatën e mirë. Po ma vonë, baba im është arrestu, edhe ka qenë gati 8 vjetë në burg. I burgosën politik. I burgosën politik në për burgjet e Serbis, ka qenë në 19 burgjet Serbis, se kanë majtë me një vend, për gjithmonë ja kanë drugadin. E që shtut. Po tani fillove ti u rrite, Unë u rrite, erë koha mu martu, u shkollove, edhe... për martes të regova, jo. Jo s'na të regove për martes, të regona dhe tash pak në kohën për u rrite, kryve studimet, i kryve gjitha gjonat, erë koha mu martu. Sa vjet je martu? Je martu në moshën 29 vjeqare. 29 vjeqare. Po, më që kom kry specializimin në Paris. Që përndaj kom studiu në edhe kom kry studimet të sëndë. Filloj një jetë më ndryshe. Më ndryshe. Të regana pak qysh u konë jeta tash për ty pak më ndryshe, mos i që u martove, u bo në burë. Ka qenë ma interesant, mos e martu, se ka qenë jetë ma regullt. A je martu me mësit, apo je martu vete ke gjetë? Ja, vete kom gjetë. Vete ke gjetë. Vete kom gjetë, po do me thënë e kom marrë shqiptarë. Shqiptarë. Fillu të jetën... Jetën Paris ka qenë.
3 vjetë. Tash mundi mi marrë me mend, une kom jetu në Paris në kohën më të mirë. Në moshën më të mirë. Kryut, familje, sa fëmi, të regona pak ma gjënsisht, sa fëmi, sa qika, sa djemiki. 2 vajza, 1 djalë, i kam të mirë të gjithë. Po tash i kam edhe 3 nipa, 3 mesa, 1 stërnip e 1 stërmes. Dhe me thonë, e kam jetën e plëcu. U rrit familja, jetani me një familje mrekullueshme. Me një familje që në shëndër qytetit. Në regull është dhe gjë, po punë të po shkojnë mirë. Nuk po shkojnë si duhet. E kjo popull ka bujt shumë. Shumë ka bujt. Kam pas sakrifica, kam pas jeka, kam pas çdo sen. Se kena pas në sondim, dikon që na ka sondue vëndshëm. S'na ka lënë as më ngjall, po tash në këtu ditë të lirisë, tash jena shteti pavarur. Tash qysh peshe jetën ti që... Tash unë jam i kënaqur mos jemi të lirë. Mos jemi të lirë. Po kemi mundësi me qenë shumë më mirë se sa jemi. Po mas pari njeni me tjetërin që jemi mirë. Që kjo apo të brek ty, apo të brek... Shumë, që na Kosova është aq që mirë, aq që dashur, aq që pasur, me të në të mirat. Kjo popullë që pesh pak, për ditë vrasje, për ditë dhurime, për ditë ato do me thonë mu ma ka shkatru. Kur përshikon këtu farë gjona, këtu farë vrasje, këtu farë ndodhi që po ndodhin çdo ditë të merë edhe më të merë. Qysh pëndjen ti edhe për para, a ka ndodhë këtu sa në aju? Ja, që për të regojnë, baba im ka qenë prefekt në kohën e Zogut. Edhe im ka të regu, do me thonë, kur o vrani njeri, është dhash mrena 24 orë me gjithë vrasin. Edhe është ekzekutu, s'ka pas vrasje. Radh ka pas vrasje. Shqiptari e ka në gjakët e nëzet, ka dareja mirë ka thëmë. Shqiptari është i mirë, krejt mirë ati ka, po është gjakët në nëzet, edhe ajo e ka shkatru. Prej qka e vrejnë ti që po vinë këtu për vrasit këtu, që ju mbo këtu për qamjet mes familje, mes veti, familjarëve mes veti, s'ko qef me po ndodhin raste mas raste. Për që gjëja ma shumë tut, që para 2-3 ditë, 3-4 vrasje në popullin e ditë, a ka ma katastrofë, shqiptarit me vera, një. Ma nej po dëgjova për 2 ditë që vlau e ka vra. Këto gjëra shumë katastrofë.